Një grup prej 4 personash dyshohet se kanë sulmuar disa të rinj shqiptar në rrugën Sutjenska, në Mitrovic të Veriut më 6 mars 2025. Një grup prej 4 personash kanë sulmuar në rrugën Sutjenska disa të rinj shqiptar, 2 prej të cilëve kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për trajtim te mjeku, ka deklaruar për Telegrafin shefi i operativës rajonale në Mitrovic të Veriut, Petrit Fejza. Ai ka bërë të ditur se të dyshuarit janë intervistuar nga policia. Fillimisht janë marrë 4 persona si të dyshuar, por 3 prej tyre janë liruar pas verifikimit të kamerave. Policia është duke punuar për të identifikuar edhe personat e tjerë të involvuar, ndërsa tani janë identifikuar edhe 3 persona të tjerë, të cilët janë në proces të intervistimit, deklaroi Fejza. Policia po vazhdon hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar të gjithë të përfshirët.